I dashur ti. Ka momente njetë ku njeri o lodhët të luftu me botën. Po betejë më e ranë nuk zhvillohet jashtë, është mrena teje. Ajo betejë zhvillohet në heshtje, net gjata pa gjon. Zhvillohet në shpirtin në ndërgjegjen tone. Pesha më e ranë që mundet me e majt një zemër, nuk është varfënia, nuk është humbja e dikujt apo vetmia, por është mungesa e faljes. Falja nuk është dobësi. Falja është fuqia më e lartë që mundet me mrrin një shpirt i zgjum, një njeri i mirë. Sepse të falësh do të thotë të çlirohesh prej zinxhirëve të urrëtitjes. Do të thotë mos me e leju që e kalumja me sunu mbi paqen e sotme. Njeriu që fal nuk harron domosdoshmërisht dhimbjen. Por ai vetëdijshëm zgjedh mos me jetu i burgosën prej asaj dhimbje. E dashur ti. Shpesh ne maj mrena nesh plagë të vjetra, fjalë që na kanë fyë e thy, tradhti që na kanë djeg shpirtin, dhe njerëz që na kanë lënë errësirë kur na kishim mas shumë ti nevojë për pagë dritë. E me kalimin e kohës, zemra fillon e bëhet gur, ngurtësohet. Po ti majen men. Mos falja nuk e djeg personin tjetër. Ajo e djeg ata që e manë mrena vetës. Kërkimi faljes është akt trimnis, sepse është luftë mes egos edhe shpirtit, ku egoja thot mos u përkol, mos kërko falje. E shpirtit thot, paqja e dashnia vlen ma shumë se sa krenaria momentale. Njeriu i madh, shpirti i zgjum, nuk është ai që fiton çdo betejë, por është ai që din me u legon, me e pranu fajin, me e zbut zemrën edhe me thonë, m'fal. M'fal, 2 fjalë të vogla, po që e kanë fuqin me shëru vitet tona dhimbje. M'fal, është ta që e fuqishme edhe me e fal dikën tjetër. Sepse kur fal, ti nuk po e justifikon të keqen. Po ti po zgjedh që mos me e leju errësirën e dikujt me u bën pjesë e jotja. Ti po e zgjedh lirin, po e zgjedh dritën, po zgjedh me jetu pa helm në zemër. I dashur ti, mos e leja që një fjalë e thonë ose një veprim i vogël me prish gjithçka që ti ndërtove për aq vjet. Jeta është shumë e shkurt për me jetu me barë në shpirt. Një ditë do ta kuptojmë se koha nuk nalet për krenarin tonë. Njerëzit largohen, momentet humbin, dhe fjalët që nuk i thanë mbeten plagë të heshuna në shpirtin ndërgjegje. Prandaj mos e prit momentin perfekt, mos prit që zemra me u bën gure, me u ngurtësu. Nëse e ke dikon për me e fale. Nëse ke dikon që ti duhet i kërkosh falje, bëje sot. M'fal. Sepse njeriu ma i fort nuk është ai që nuk ka qa kur, po është ai që e ka guximin me e pashtru shpirtin e vet. Në fundit, pasunia më e madhe nuk është pushteti, nuk është fama ose parja. Pasunia më e madhe është një zemër e qetë, është një shpirt që fle pa urrëtie, një ndërgjegje që nuk mban pesh, dhe veç falja qëndrit qasaj paqe. Në fund, mos harro. Zemrat e thyme mund të shërohen, plagë mund të mbyllen, por kjo ndodh veç kur njeri u gjen forcën me fal edhe me kërku falje. Sigla.